Dëgjuesdashur, sot të ftuar në studio kemi Marigona Sahitin, shigjetare, e cila së fundi ka fituar edhe kupën për hir të një organizimi që është bërë për pavarësinë e Kosovës. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, Nora. Faleminderit shumë për ftesën. Marigona, së pari na trego si e përjetove këtë fitore. Ka qenë një fitore që nuk e kum prit, as nuk e kum mendu. Sigurisht që kum dalë shumë e lumtun edhe shumë krenare prej saj, po më thonë që ndoshta hala nuk e kum përjetu komplet. Po, edhe sa e veçantë ishte kjo garë për ty, sidomos me rastin e shënimit të pavarësisë së Kosovës? Për mua e ka qenë pak më e veçantë ndoshta për shkak se jam një vajzë që u rrit me një familje shumë patriotike, ku gjyshi jam gjithmonë ka kontribu për lirinë e vendit, edhe ka qenë një burgosur politik në vitet e 80-ta. Tash akoma vazhdon me kontribu edhe në përmirësimin e vendit ton, edhe besoj që shkaku i tij komplet familja jone ka ashtu si pikë kyçe atë jon patriotizmin e këto. Edhe ka qenë një nder që me qenë fituese e kësaj gare. Po besoj që ma shumë se na, ma mire përjetojnë edhe familjarët e dëshmorëve që sot janë gjallë dhe i shohin këto evente që bëhen për nder të tyne. Marigona me 244 ratë morë edhe vendin e parë. Si ishte performanca, si të do këty? Që thash ma heret nuk e kum prit, për shkak se vetëm 4 ditë para garës o vendos që kum e shku në garë, edhe nuk kum qenë me hark temin, më është dash me ndru harkun për shkak të një problemi që e kum pas. Pra për 4 ditë më është dash me ushtru me një hark komplet tjetër, edhe i ka pak ato sfidat e veta mu për 7 sende. Nuk është që e ku marrë shumë si fitim ndoshta vendin e parë, po ma shumë kom qenë krenare me pikë që i ku marrë, për shkak se prej 30 gjujtjev ku maksimumi pikëve është 10 pikë, pra 300 në total, unë i ku marrë 224 edhe ka qenë diçka vërtet që nuk e kom prit paktën për këtë garën që kom qenë. Dhe në momentin kur të kemi ftu në studio, kemi thonë merre edhe shigjetën dhe harkun me vete, a mundesh me na demonstru pak? Kjo është harku me cilin gjuajon, është hark olimpik, edhe pra komplet mbështetja me gjatë gjutjes është kjo pika vogël e kuqe këtë. Normalisht vjen edhe pjesa qëndrimit tem apo tërheqja e shigjetës edhe harkut, po një pjesë e madhe mbështetjes shkon këtu. Nëse kjo është keq, domethënë komplet gjujtja ku më shku keq. Edhe mendoj që kjo është diçka që e bën pak më vështirë ndoshta me gjujt me këtë lloj harkut, ndryshe prej dy llojeve tjera që i kemi ne këtë. Dhe tregove që dëmtohen, se i ke 10 prej tyre 8 janë dëmtu. Si dëmtohen këto? Si duhet me i mirëmbajt? Ato që dëmtohen më shumë, më thonë që janë ndoshta shigjetat, për shkak se flutrat e tyre janë bome prej një materialit gum, ndoshta më thonë, edhe gjatë gjujtjes ato mund më rrok me njëna tjetrën apo me u rrok edhe në pjesë tjera të harkut. Edhe për këtë arsye dëmtohen. Nuk është lehtë me i rregullu, as me gjetë shigjetat e na në Kosovë, po ka po mbujmë që ashtu po marrim diçka. Dhe Marigona, kur ke filluar të merresh me shigjetari? Kur e ke zbuluar që ke këtë pasion? Si sport kum fillu më merr para një viti, në klubin Noku që jam tasht, po harkun e kum pas para 4 vite ma ka bollurat babi, po nuk kum dit as me montu mirë, as me përdor mirë, as me mbajt, pra për 3 vite dikun harku ka nejt i mbyllën kutinë e vet, derisa e pash postin e klubit dhe fillova ushtrimet, tash që një vit jam vazhdimisht aktive në ushtrimet e harkut. Dhe je e kënaqur me gjithë arritjet tuaja? Po, jam shumë e kënaqur, edhe pse në fillim kur kum fillu deri tash nuk është që kam mbajt ndonjë garë ose diçka, për shkak të disa problemeve që i ka pas Federata e Shqiptarisë së Kosovës, edhe ku më shtru ndoshta veç për qef, se nuk e kum prit që bëhet diçka, po ka fjalë, kanë thonë që kanë mbajt më shumë garash, përse që i mbajnë fjalët e tyre, se unë jam e gatshme që më shkon secilën prej tyre edhe me po çdo herë më mirë. Marigona, na trego kush ka qenë mbështetja jote më e madhe deri më tani? Për sa i përket shigjetarisë, më shumë vetbesim më thonë që mbështetësi më i madh ka qenë trajneri, ndoshta edhe shkaku që në rrethin tem nuk ka qenë kërkush tjetër që ka pas një hurin hark, edhe përderisa nuk ki një hurim me një fushë, ndoshta nuk den asgjysh me të mbështet ose gjysh me të përkrah, me të motivu, po trajneri ka qenë prej fillimit ai që më ka tregu që me përdor, sigurisht më ka mësu, edhe prej pyetjeve dhe kërkesave të shumta që kam bënë, ai çdo herë u mundu me keq çka ka mujt më ndihmu edhe më përgjigj kërkesave të mia. Edhe në kohët kur ai për shembull ka qenë në pauzë, nuk ka pas trajnime të shigjetarisë hiç në klub, kur unë kum kërku që me shfrytzu sallën për me ushtruar, ai çdo herë ma ka leju, nuk i ka ardhur keq asnjëherë. Dhe na tregon në cilën kategori, në cilën disiplinë keni fituar dhe çka e karakterizon atë disiplinë? Unë jam në kategorinë seniore, pra plus 18 vjeçe për vajza, me rekord me këtë llojin e harkut.
Ndryshe prej dy kategorive tjera që është berbove dhe harku tradicional, si që thash më herët, kjo i ka disa pajisje ma shumë, disa aksesor ma shumë, që të ne nështë janë shumë shtirë me gjetë. Në Kosovën është me bli harkun si set, ku vinë disa për aty në pjesë dhe disa jo, po dhe ato që janë kategorisë ndoshta as mesatare jo, po ma dopta. Për pësoj edhe mbështetja, pra kur gjun me harkë që tjera të i kini 100% mbështetje në vetën tonë, pra të vetë me synin tonë, keme mujtë me pa ku po do me gju harkun, që po do me shku e kejtë këto, kurse këtë shkën një pjesë e madhe mbështetjes edhe të këshënjestra që pak diçka me pos defekt, ajo edhe gjujtja nuk është e mirë. Marigona, si eshe konkurencën me vajza tjera, të klubeve tjera të shigjetarisë? Ndoshta për shkak si jam mësu me karate, me sporte luftarake, kur kemi pas gara, konkurrentin e kum pas përballë dhe kum luftu direkt me të. Në shigjetari është më ndryshe, jo më është harku jam shigjetat e mia dhe kam targetin tem. Edhe në fund ato pikë mbledhen edhe krahasuar me njëra tjetrën. Pra këtë nuk kisha thonë që konkurrent direkt ishte garus tjerë që jam për krah meje, po ndoshta më shumë e kisha po veten tem si konkurrente që çdo gjujtje me qenë më mirë se kalumja. Nëse garën e ardhshme fitoj prap vendin e parë, po me vetëm 200 pikë, ndërsa kësaj radhe kum pas 224, nuk e kisha ndjesh shumë si fitore se më ndaj vetes time kum humb. Nuk është që jam përmirësu, por vetëm përkesu, kështu që nuk e kisha marrë konkurrent direkt garus të tjerë që janë, po në gara ndërkombëtare ndoshta kish qenë pak ajo dëshira me fitu se përfaqësoj Kosovën jo veç veten tem, po komplet vendin, edhe sigurisht që kum qef me po pak më anal se vende të tjera. Nëse ndalemi pak tek planet tuaja, cilat janë ato afatgjate? E mendon vetën si një përfaqësuese të vendit tonë? Harkun për momentin e du shumë edhe shigjetarin, kështu që mendoj që kam me vazhdu halo me të, dhe sigurisht që kam me dasht me u përmirësu, më avantu çdo herë më shumë edhe me po vetën më nalt. Po për krejt kësaj, çka du më shumë të më marr për shigjetarisë, është ajo kënaqësia që ta jap gjatë gjutjes se këtynëve tjerat vinë një mas një. Marigona, na trego ku i bëni ushtrimet zakonisht? A ka vende caktuara dhe a ka interesim të rinjve që të mirën me shigjetari? Shigjetarin, unë për shkak se kam harkun tem, ushtrimet i bëj në klub, po ndonjëherë i bëj edhe kështu jashtë dikon në për ambiente të hapura. Interesim mendoj që ka, po shumica njerëzve nuk e din as që kemi klubet të shigjetarisë. Në bazë të disa posteve që kum bone në TikTok për hark për shigjetari, e kum pa që shumë komentues nuk e kanë ditë as që kemi në Kosovë dhe shumë më kanë shkruar prej tyne më pyetse ku është klubi, ku ushtron, ku e ke ble. Kështu që mendoj që kish pas interesim, po do të pak ndoshta më shumë me e promovim më i madh. Dhe për fund bisedës, një mesazh për gjithë rinjt që po na dëgjojnë dhe ndoshta edhe inspirohen nga ti që të fillojnë me shigjetari, cili do të ishte, si është kjo përvojë? Që thash më herët, nuk është diçka ku kemi luftu direkt me dikon tjetër, pra nuk i lëndime veç nëse lëndëm vetën gjatë gjujtjes, po nuk vi lëndime pe të tjerëve, kështu që pse jo nuk i nevojë me pas frikë as me provu as me ushtru, nëse ty të pëlqen, atëherë bëne. Jo vetëm harkum shigjetarin, po në çdo fushë tjetër tjetës, nuk mendoj që duhet me ndëgju dikon tjetër çka po të thotë, a ja vlen apo jo për ty, për shkak se po gjithkosh ka dije apo njohuri në disa fushat caktume, po ma mirë se ti kërkosh nuk mund me ditë për pasionet e tua apo se çka të flen ty. Kështu që provoje, nëse të pëlqen e bën, nëse jo kur gjë kërkojt vetëm e ndale dhe aq. Unë të falenderoj shumë që së pari ndave me një gjitha këto këshilla, gjithë përvojën tënde, me një dhe dëgjuesit tanë, të uroj shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë Nora, kënaqësia krejt e jemja.